analizoj debatoj. Ideja është kjo që nuk ja u që rrallë. Ideja është kjo që në Asnjëherë deri sot me. që kur pra filloi ta themi aktivitetin në kuvend, ne patëm një rast të paprecedent, se duhet pak me kontekst me po, kur pra patëm edhe mos votim të mandateve të deputetëve. U te kalua ajo gjë. Pra i gjithë spektri politik në këtë rast opozitar, pe quajmë duke u mbarë domethënë të kalumës, sepse ende nuk dihet pra se si do të rrjedhin gjonat, ndoshta në njëna prej tyre lypi koalicion me Lëvizjen Vendosje. Aty do ta shohim. Dhe në këtë aspekt tash kemi mbritë zgjedhja e kryetares së kuvendit. Okej, Arber, a dalim konkretisht, vetëm pak, se jemi duke e ngadalësuar ritmin në mënyrë flagrante. Okej, ti shtoje ritmin? Jo, po tani nëse unë ndërhyj, ti më thu pse po më ndërhyjnë. Hajde, ndërhyj. Po jo, kalojmë tamam, a jeni të interesuar për të bërë zgjidhje ose jo? Po. Nesër, a do ketë zgjidhje? Po nesër do të mundohemi me të gjitha kapacitetet për me bërë zgjidhje. A keni votat e mjaftueshme? A keni votat e mjaftueshme? Po, unë nuk besoj që nesër Ju nuk besoni që nesër i keni votat, atë jeni të interesuar të bëni zgjidhje? Jo. Ne jemi të interesuar të bëjmë zgjidhje mbi bazën e asaj që na lejon akvendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për zgjedhjen kryeparlamentare. Që do të thotë çka? Pa kompromis, Albulina Axhiu pa ekuivoke në secilin variant? Po tash ti të thonë që zgjidhja e kësaj situate unë s'po them, po të pyes. Po i bjen edhe që po thu. Po pra po them, po ajo po them në kuptimin e konstatimit se kësaj situate është që të ndrysh në emrin e saj, sepse pa tendencë aty që jo Shqipja, jo Saranda, pra ose dikush tjetër, me një farë ideje që një emër tjetër po të vinë kuvend, pos emrit të zonjës Axhiut, pra edhe mund të votohet. Unë nuk mendoj, kjo është taktikë opozitare për me... Pra ju e konfirmoni që Albulina Axhiu nuk ka zëvendësim? Ne konfirmojmë që nesër ne do të shkojmë me emrin e zonjës Axhiu në kuvendin Kosovës ku do të kërkojmë votën e deputetëve. Tash, a jam optimist që do të ndodhë kjo? Nuk e di, sepse nuk i dihet në politikë deri nesër. Sepse çka mund ndryshojnë? Sepse mund të ndryshojnë edhe qëndrimet, pra ka pas mbledhje të grupeve parlamentare, unë kam pa zbutje të qëndrimeve të subjekteve opozitare. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që duhet të respektohet pra propozimi i subjektit të parë, të kalohet kjo procedurë e konstituimit të kuvendit të Kosovës, pastaj në formë normale fillon edhe rrjedhja e afateve, pra 15 diqe, ku kryeministri Kurti e ka për detyrë, ti tregoj qytetarëve, a i ka numrat për ta bërë qeverinë ose jo. Pra, kriza që mund të pretendohet që është tash për tash në... Sepse ka ndodhur, po? Po,